Normal që ata nuk mundemi me I kthy për fat të keq, mirë po kontributet e tyre madhore mos me harru kurr. Ko gjado vjet, 26 vite, ku menua që na keni harru krejt, po jo s'po harroj ka drejtësia, liria. Kemi probleme të ndryshme, të llojeve të ndryshme, po nuk janë kurrgjë, ato në krahasim me çka kanë bo dëshmorët tonë, herojt tonë, në këtë rast edhe vllai juaj Jusufi, kështu që jemi të falendëruar ne për jetë, sot jemi gjallë, për sakrificën, për kontributin, jo vetëm të vllaut juaj, po gjithë familjes. Për këtë arsye edhe patëm dëshirë me ju ftu, me ju nderu, me ju tregu që nuk harrojmë ne edhe si institucion, po edhe si popull në përgjithësi. Ka qenë një periudhë kohore e vështirë, shumë e vështirë, edhe jemi falendërues për këtë arsye. Tash e kemi për herë të parë kryeqyteti ka edhe zyren që merret me dëshmorët, me familjet, që mos me u harru, me ju tregu që normal që ata nuk mundemi me I kthy për fat të keq, mirë po kontributet e tyre madhore mos me harru kurr, dhe me ju premtu, siç ju kemi premtu secilës familje, që tash në formë institucionale kjo ka me qenë një përkujtim I përjetshëm. Faleminderit shoku kryetar për ftesën e juaj, për vullnetin e juaj që keni pas me na nderua. Ko gjado vjet, 26 vite, ku menua që na keni harru krejt, po jo s'po harroj ka drejtësia, liria. Ata po lindshin me ra dëshmorë.